Sufllaçe, pula, doner, hot dog, hamburger. Kush ka vendosur marrën pushime në Spillë e keni pizzerinë fast food tani. Ushqime halal, po ashtu edhe mikpritje e jashtëzakonshme. Po, unë jam Tancoka, pronari i pizzeri fast food, tani halal këtu në Spillë prej 17 vitesh. Ne ofrojmë këtu pizza, ofrojmë sufllaçe, hamburger, doner, pite arabe, pula helli. Fokusi jonë është halal, që do të thotë këtu nuk ka as alkool, as mishderi. Nuk lejon për shembull me hy me rroba plazhi ose edhe dikush që don me fut alkool brenda nuk lejojmë ose me hy me qenë edhe me kështu. Qendra e Spillës. Shumë afër xhamisë, shumë afër plazhit. Kemi disa pika të forta që janë kryesore, domethënë e para është pasërtia, e dyta është cilësia dhe e treta është mikpritja. Tek ne gjithmonë klienti ka të drejtë. Po, mundet që ne të ofrojmë edhe shërbim në adresë. E kam vënë që kosovarët dhe maqedonësit e veriut duan vetëm halal. Unë për këtë jam shumë krenar që unë atyre ofroj ata që ata duan. Një nga mirësitë e kësaj pune është se njeh edhe shumë njerëz. Edhe unë këtu kam njohur shumë miq edhe njerëz të mirë. Çështjen e ushqimit tashmë keni të sikur tek tani fast food, por e kemi edhe hotelin. Hotel Medina është në kuadër të fast food tani pizzeria halal. Po, si vjet kemi bërë të mundur prej kërkesa për vllaznive që duan një akomodim, si vjet ne kemi mundur të ofrojmë një hotel për 25 dhomash i cili ndodhet në ambient shumë të qetë dhe është afër xhamisë, të cilët besimtarët kenë mundësi edhe të rahatohen edhe në xhami të shkojnë.